Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me librin Riyadus Salihin, pra me shpjegimin e haditheve që janë në librin Riyadus Salihin. Dhe vazhdon kapitulli i parë, që është në lidhje me niyetin, me sinqeritetin në veprat. Jemi në hadithin e 9. Para se të filloj me shpjegimin e hadithit 9, pra ky kapitull neve na bën që ta kemi prezent gjithmonë se prezentimi i niyetit të sinqert tek besimtari ka shumë rëndësi të madhe. Se me këtë nijet sinqert që i bën veprat, që i ka qëndrimet, i thot fjalët me nijet për hir të Allahu xhalla xhelaluhu, kjo e bën atë të vlefshëm te Allahu xhalla xhelaluhu. Përndryshe, nëse niyeti i mirë nuk ekziston tek njeriu, edhe me i pas veprat në pamjen e jashtme shumë të bukura, shumë të mëdhaja e kështu me radhë, te Allahu xhalla xhelaluhu nuk vlen asgjë. Pra, është me rëndësi niyeti të jetë prezent tek zemra e besimtarit, pra ki vullnet, ki qëllim që e shtyn besimtarin të veproje diçka me gjymtyrët e tij, të flase me gjuhën e tij, ose të mbaje qëndrime ndaj, domethënë, ndodhive që ndodhin në rrethin e tij, niyeti nëse e ka pastër në këto gjërat, atëherë te Allahu xhalla xhelaluhu kanë vlerë, pra veprat e personit, fjalët e personit, qëndrimet e personit. Nëse nuk ekziston niyeti për hir të Allahut, për ta fituar kënaqësinë e Allahut, për ta fituar shpërblimin, xhennetin e Allahut xhalla xhelaluhu, veprat në pamjen e jashtme mund të jenë shumë të bukura, shumë të zbukuruara, ama te Allahu xhalla xhelaluhu nuk vlen as pak. Tani në hadithin e 9 do ta lexojmë, që është në lidhje pra me niyetin. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. Ebu Musa el-Esh'ari ka qenë një sahabi prej ensarve. Thot, u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për njeriun i cili lufton. Lufton për çfarë? E para thot, lufton për patriotizm, për trimëri. Thot, edhe një njeri tjetër lufton për çfarë? Këtu e përmendën hamijeten, për fanatizm. Edhe këtë do ta zbërthejmë inshallah, çfarë fanatizmi. Një njeri tjetër lufton që të duket tek njerëzit se është prezent në luftë. Për sy e faqësi lufton. E ky sahabi që e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jo Ebu Musa el-Esh'ari, ai e transmeton hadithin. Dhe ky sahabi Ebu Musa është nofk, ta dini, nuk është emër, do me thënë babai Musait i vet. Emrin original e ka ky sahabi Abdullah ibn Qais. Se mirë është edhe në fillim sahabiun i cili e transmeton hadithin ta njoftojmë pak, do me thënë ta dim se kush është. E ky sahabi thot e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këto gjëra. Ai që lufton çfarë? Për trimëri. Ai që lufton për fanatizm, ai që lufton për sy e faqësi. Dhe thot, pyetsi, cila prej këtyre është për hir të Allahut? Shikoni një përgjigje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Men qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Kush lufton që fjala e Allahut, dini i Allahut të jetë më i lartë, kjo është në rrugt të Allahut. Fa huwa fi sabilillah. Tani nëse duhet ta zbërthejmë pak hadithin.
këtë hadith e pyesin sahabët. Ta dim se ky sahabi që e ka pyet këtë hadith, o para disa muajve ose para disa ditëve ka qenë luftë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam bashkë, kanë luftuar kundër armikut, o de luftojë mbas disa ditëve ose mbas disa muajve. Rrethi është ashtu, domethënë ka pas luftëron jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka pas nevojë, kur ka qenë rasti. E ky sahabi tash pse interesohet? Tash nëse i bojmë çesh këto që i përmendëm, luftova për patriotizm, luftova unë për fanatizm, luftova unë për të më shohin njerëz. Këto janë, domethënë, atikina këto njeta, a janë këto në rrugt të Allahut, a janë për hir të Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se në rrugt të Allahut është vetëm me një përgjigje. Nëse e ka qëllimin njeriu niyetin për ta ngrit fenë e Allahut, që të lulzoje feja Allahut, praktikohet feja Allahut, forcohet dini i Allahut, kjo është në rrugt të Allahut. Këto tjerat, jo. E sahabët pra janë interesuar që veprat t'i bojnë në mënyrë që të pranohen te Allahu xhelle xhelaluhu. Prandaj kanë bërë këto pyetjet. Se nesër do luftojnë për shembull. Ta dinë se për çfarë të luftojnë, si da fitojnë xhennetin e Allahut. Prandaj i kanë pyet këto gjëra. Fillimisht pyet si thot ai që lufton për trimëri. Do me thonë, ka njerëzi me karakterat ndryshme. Ka njerëz, edhe prej besimtarve, ka trima, ka frigacaka, ka tërhekët, ka që nuk din të përdore armën. Do me thonë, këtu thot, se një njeri e don luftën, be thot, o pejgamberi Allahut, e don luftën ki, don të kese luft nesër, hajde, jam trejmë, duhet të tregoj unë e kate, patriot jam. A është ki në rrugt Allahut, thot. Pastaj, e dyta është, ai që lufton për fanatizm. Çfarë fanatizmi? Mund të jetë fanatizm fisnar, për fis lufton, për familje. Thot, unë e di çfarë familje jam. Daruj unë, do me thonë interesin e familjes teme, qoftë në drejt familje, apo jo. Unë e luftoj për emrin e familjes, për fisin tim, për mbiemrin tim, e kështu me radhë. Fanatizm tjetër mund të jetë për ndë një ideologji që nuk është islame, thotë unë e përkraj. Ose fanatizm për çfarë? Për vendin e tij. Ama këtu ka një ndarje. Nëse vendi i tij është vend musliman, jetojnë muslimant, për t'i ruaj interesat e muslimanëve dhe aty të praktikohet islami lufton, oni se lufton për vendin e tij. Kjo është islame, kjo është mirë. Ama qëllimi është për islam të luftohet, jo për vendin. Pra nëse praktikohet islamin atë vend, po, luftohet për atë vend. Ama nëse nuk praktikohet islamin atë vend, nuk mbizotron dini Allahu xhelle xhelaluhu, s'ka pse të luftohet. Atëherë, do me thonë edhe njerëzit që nuk janë musliman për vendet e tyre luftojnë. Këtu është e kryesorja se ne e mbrojmë vendin tonë, elhamdulillah, jemi musliman në këtë teritorin tonë, e mbrojmë për shkak islamit. Këtu, do me thonë, mos dobësohet islami, ne ta jetojmë fenë Allahu xhelle xhelaluhu. E mbrojmë vatanin tonë për qëndru, do me thonë kështu deri në ditën e gjykimit, musliman. Ja, do me thonë për këtë gjë luftohet. Nëse është për hir të fesë Allahut, është në rregull. Nëse është vetëm fanatizm vendit tem, atëherë kjo nuk është drejt, do me thonë, sipas fesë Allahut xhelle xhelaluhu. Edhe do me thonë, pika e tretë në pyetje është ai që lufton për sy e faqësi. Kjo dallon pi të parës. I pari është trim. Ati si intereson, e shohin qerët, a nuk e shohin. Ai don vëlla të luftoje. E ka karakterin ashtu. Është patriot, ai për herë është ashtu. Ama ki që e bën për sy e faqësi, të më shofe filani se jam prezent në luftë. Të më shofe se jam trim. Këti intereson ta shohin njerëzit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se këto traja nuk janë për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Cila është për hir të Allahut? Subhanallah, një përgjigje.
en tekune kelimetullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. E këtu, çfarë lidhje ka ky hadith me kapitullin tonë që tham kapitulli është lidhje me niyetin dhe sinqeritetin. En tekune kelimetullahi hiya al-ulya, kjo fjali këtu e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që niyeti duhet të jetë për hir të Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe me thënë, që tjetë dini Allahut më i lartë. Që tjetë dini Allahut më i lartë. Do me thënë, që tjetë niyeti i luftarit. Feja Allahut xhalla xhelaluhu të forcohet. Atëherë, kjo është në rrugë të Allahut subhanahu wa ta'ala. E ki do me thënë, nëse vritet, llogaritet shehid. Për ndryshe, nëse vritet njeriu në luftë për trimëri, për siefatësi, për fanatizme të ndryshme, domethënë, ai nuk llogaritet shehid. Allah pra na boft për atyre që i bëjmë veprat tona, dhe kjo është prej veprave më të mëdha, të vritesh ti, ta flijosh jetën tënde, të jenë krejt veprat tona, edhe të voglat, edhe të mëdhajat, për hir të Allahut xhalla xhelaluhu. Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, hadithi pra është i saktë padyshim. Hadithi i radhës është në lidhje po ashtu me niyetin. Dhe na tregon ky hadith që do ta lexojmë vëllezër të dashur, se njeriu nëse e bën niyet një gjë, edhe në qoftë se nuk mund ta realizoje, ta dim se te Allahu dëshpërblehet si me e realizu. Qoftë punë e mirë apo e keqe. Shikoni çfarë thot ky sahabiu, e transmeton një hadith nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. An Abi Bakrata Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. Këtë hadith e transmeton Ebu Bekra, jo Ebu Bekri i njohur. Ebu Bekra, tjetër sahabi është, edhe kjo është nofk, babai i Bekrës. Emrin ky sahabi e ka Nufay' ibn al-Harith. Ky sahabi thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur ndeshen dy musliman me shpatat e tyre, me njëri tjetrin, dy musliman ndeshen, i kanë qitë shpatat pi këllëfi, luftojnë. Ama këtu duhet të kuptojmë se çdo lloj arme që është për të vrarë, mund të hinë këtë hadith dhe hinë. Edhe armët e zjarit hinë kohën tonë, a pushk, a pistol, a tjetër gjë, a gur, edhe guri është, Kabili si e vraf Habili, me gur, apo? Do me thonë, këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse e përmend shpatën, thot dy musliman ndeshen me shpata. Duhet të dim se me çdo lloj arme, këto di me njëri tjetrin luftojnë. Çfarë thot pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Fal qatilu wal maqtulu fi an-nar. Edhe vrasësi, edhe i vrari është në zjarr. Sahabiu i cili transmeton këtë hadith thot: "Qultu, i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, e kuptuam vrasësin. Është e qartë se ai ka vrarë, ka bën një krim, e ka vrarë një musliman dhe është në zjarr. E qartë është. Po çfarë është puna e të vrarit? Ai pse është në zjarr? Subhanallah. Ai pse është në zjarr? E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgjigjet, thot: innehu kana harisan ala qatli sahibi. Ai është përpjekur për ta vrarë, domethënë shokin e vet, atë muslimanin tjetër. Këtu vëllezër duhet ta dim një herë, gjoja e parë, ka musliman me njëri tjetrin, a mund ndeshen, të luftojnë? Ka raste luftojnë.
Ama duhet ta dinë se për këtë gjë ato mund ta meritojnë xhehenemin. Edhe vrasësi, edhe i vrari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thot: "Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun." Sharja e muslimanit ose besimtarit është tregon se ai sharsi është i prishet. Njeri i keq është. Ndërsa luftimi i besimtarit është kufër. E shet njerin nga feja Allahu xhalla xhelaluhu. Pra, këtu ky sahabiu Ebu Bekra e kupton dhe është e qartë edhe me ajet kuranor se ai që e vret një musliman qëllimisht, pa drejtësisht, ai hin në xhehenem përgjithmonë është atje. Allahu xhalla xhelaluhu në surën Nisa thot: "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha." Kush e vret një besimtar me qëllim, me dashje dhe pa drejtësisht, po me drejt, a mund vritet dhe një musliman? Po. Me ligjin penal të islamit, po. Vrasësi në islam vritet, kështu është. Nëse s'ja fal familja i të vrarit. Kjo është me drejtësi vritet ai, se miret haki. A nëse një musliman e vret një musliman tjetër pa drejtësisht dhe me qëllim e vret, jo pa qëllim, Allahu xhalla xhelaluhu thot, shpërblimi i tij është xhehenemi i përjetshëm. Dhe thot ghadib Allahu alayhi. Allahu hidhrohet me ta, wa la'anahu, e mallkon ata dhe Allahu i ka përgatit atij një dënim të madh. Pra Ebu Bekra e kuptoi se vrasësi tamam o pejgamberi Allahut është në zjarr, ama i vrari kur ndeshen dy musliman me armët e tyre, i vrari pse është në xhehenem, pse është në zjarr. Këtu e kuptojmë se niyeti sa gjë e madhe është. Subhanallah. Këtu e kuptojmë se i vrari edhe pse është vrar, edhe pse është vrar në këtë rast, llogaritet vrasës. Për shkak niyetit që e kishte, qëllimin e kishte, ta vrasë atë tjetër. Nëse nuk da vrit të ai kot, ki da vrit të atë. Niyeti i tudive ishte vrasje. Prandaj hadithi i parë në këtë kapitull, edhe mu më kishtë rasti ta shpjegoj edhe atë, innamal a'malu binniyat. Me të vërtet, veprat vlerësohen tek Allahu xhalla xhelaluhu sipas qëllimeve, sipas niyeteve. Tash ki i vrari para Allahu xhalla xhelaluhu, o Allah, pse jam në zjarr? Ai mu më vraf. Unë nuk realizova një krim të tillë, vrasje pra. Ama Allahu xhalla xhelaluhu i pranon niyetet e punëve. Edhe në qoftë se nuk e ke realizu, ama atë qëllim e kishe. Llogaritesh katil vrasës të Allahu xhalla xhelaluhu. Subhanallah. Sa gjoja do me thonë e mjerushme është. Ama e në një përgëzim ka vlezër. E bën e niyet, ta bosh një punë të mirë dhe të dul një pengesë. Ama me të vërtet dul një pengesë. Edhe ti me të vërtet e kishe niyetin ta bosh atë punën e mirë. Atëherë edhe me se bë atë punën, e kesh problemin si me e bë. Sepse innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Veprat shpërblehen sipas niyeteve dhe çdo person da marrë atë që e ka bë niyet. E ke bë niyet ta fitosh kënaqësinë e Allahut, e ke. E ke bë niyet ta fitosh xhennetin, shpërblimin e Allahut, e ke, o robi i Allahut. Pra, edhe këtu kuptojmë se niyeti sa rëndësi ka, do me thënë, në veprat e besimtarit. Në këtë hadith, e kuptojmë edhe një gjë tjetër, vëllezër të dashur. Vrasja është gjë e madhe. Mëkat shumë i madh, i cili e fut njeriu në zjarr. Njeriu nuk duhet, do me thënë, duhet ta kontrollojë veten. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një sahabit kur i tha, "Këshillom o i dërguari i Allahut." I tha, "Këshillom." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa se ky njeri është me nerva. Edhe i tha, "La taghdab." Mos u nervozo. Mos u nervozo. Ai se kuptoi. Tha, përsëri i tha, "Këshillom o i dërguari i Allahut." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, "La taghdab." Edhe 3 herë përsëriti, domethënë. Mos u hidhro, mos u nervozo.
sepse që shkin nervozi e çon njeriu të bëje disa krime që ma pishmannëki nuk bën pra dobi, si vrasjet, apo njerëzit vriten për parking, Allah i na ruaj. Njerëzit vriten për pse më shollove shtremat. Njerëzit vriten si ma thati mu kate. Për këto gjëra. O vlla, ki gjina, që shkjen nervoz, që çon këtë gjina, ki gjina të çon në xhehenem. Oni se je fal 20 vjet. Oni se ke dhon sadaka për ditë, të çon në xhehenem. Edhe pse namazi, sadaka e këtë truajnë nga këto veset e këqija. Nëse i keni bë me një jetë mirë. Ama duhet kemi kujdes. Tjetër përfitojmë nga ky hadith se sahabet ishin shumë të interesuar kur kishin deni pikpyetje nga shpjegimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose nga ajetet. Ama ta dim se në ajetet e Allahu xhalla xhelaluhu dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka përgjigje për çdo dyshim që është i realt. Dyshim ose çfarë mund të domethënë paqartësi mund themi. Njeriu që ka paqartësi ose dyshim ka, si është be kjo se ne kuptoj këtë ajet ose se ne kuptoj këtë hadith, ta dim se brenda ajeteve në Kur'an dhe brenda shpjegimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shpjegimi. Për këtë arsye sahabet e pyetnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur kishin dhënë paqartësi. Si në këtë rast. Ebu Bekra i tha, o pejgamberi Allahut, e kuptum, ai ka vrarë njërin në xhehenem është. Ama ai që ja vra, pse është në xhehenem? Minëherë pyetja, apo? Paqartësi. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, po është në xhehenem, se ai është përpjekur për ta vrarë vllajën e tij. Ama se ne realizoj. Ai tjetër e vrafkat. E kështu pra, në dinin e Allahut, nëse është dhe një paqartësi e qartë, ta dim se kanë mbaru puna, sahabet e kanë pyet ata. Sahabet e kanë pyet, neve na bie si njerëz të rëndomt, për shembull, që ndoshta nuk kina shumë lidhje me dituri, nuk e dim, nuk kina hafëza, nuk i dim përmend hadithet, e pyesim një dietar. Kjo pak më vjen interesant se ne kuptoj mirë. E pyesim një dietar, e pyesim një hoxh që kemi besim. Apo ose e hulumtojmë vet. Aty është përgjigja. Nëse ka pas dhe nëse sahabet e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si në rastin konkret. Pra, është pra përgjigja aty në sunnet dhe në Kur'an, o është përgjigja në pyetjet e sahabëve. Këtë hadith domethënë e kanë shënuar në librat e tyre Buhariu dhe Muslimi dhe hadithi është i saktë pra padyshim. Hadithi i tretë, nuk e di me kohën simi. Inshallah edhe këtë hadith, e kishim ndërmend ta marrim edhe këtë hadith. Është pak i gjatë, ama është ndoshta më i thjeshtë se ato dy të parët. Këtë hadith e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu an. Sahabiu i cili ka transmetuar më shumë hadithe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e kishte emrin Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu an. Thot, ta lexoj unë hadithin në tekstin origjinal, si e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të kemi bereqet. Se me lezu hadithin original, kjo sjell bereqet, se nuk janë fjalë thjeshta, janë fjalët e të dërguarit të Allahut. An Abi Hurajra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu ar-rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baytihi bid'an wa 20 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. Këtë hadith që përsëri është muttafaqun alejh, termi muttafaqun alejh do të thotë e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi dhe hadithi padyshim është i saktë.
Në këtë hadith, Ebu Hurajra radiallahu anhu na transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: namazi i njeriut me xhamat është më i vlefshëm 20 e pak tepër, 20 e sa thot, se namazi i njeriut, i burrit pra, burrit musliman, se ta fale në dyqanin e tij, ku e bën tregtin, në shtëpinë e tij. Pra namazin që e fal besimtari me xhamat ka vlerë te Allahu xhalla xhelaluhu më shumë se namazi i cili falet në shtëpi ose në vendin e punës sa fish, 20 e sa fish thot. Me një hadith tjetër 25 fish thot, me një hadith tjetër 27 fish është, 27 herë pra, më i vlefshëm, më me vlerë te Allahu xhalla xhelaluhu. Dhalika anna ahadahum idha tawadda'a fa ahsana alwudu'a. Kur e ka këtë shpërblim 20 e sa? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është kur njëri prej besimtarve e merr avdesin mirë. Merr avdes, ama jo ashtu shkele shko, e merr mirë avdesin. Nuk gabon në avdes. Thumma ata almasjida la yuridu illa as-salata. Pastaj vin në xhami dhe nuk don vetëm se ta fale namazin. Që kjo vetëm se hin nijetin e pastër. Dhe pastaj vazhdon për forcimi i rëndësisë i nijetit në hadith. La yanhizuhu illa as-salatu. Këtë njeri nuk e ka ngrojnë kam, nuk e ka shty, nuk e ka inkurajuar, nuk e ka nxjerr nga shtëpia ose nga puna ku është, vetëm se namazi. Vetëm se namazi me xhamat. Asnjë shkak tjetër nuk ka. A është e qartë, domethënë, ki del vetëm për ta falë namazin me xhamat. Pak ta zgjerohem. Jo për shembull, unë da fali për shembull i qindin ose akshamin në shtëpi, ama kom një takim te kafja me njanin, haj e namazin da falin në xhamaj. Tamam? Kështu tha. Ki i pranohet inshallah namazi, ki da falte në shtëpi. Apo? Ama për shkak niyetit ki nuk dhe marrë 20 e sa shpërblime. Se nuk ka dal vetëm për namaz. Ka dal ene për dhe një qëllim tjetër. Tamam? Ose personi ka punë market. Ka punë market. Në ora 12 drekës. Thot, do me thonë, nuk defalesha unë në xhami, ama me që se kam punë market, haje në dehijen në xhamaj të asasi atë obligim. Këti me lejnë Allahu i pranohet namazi, ama të Allahu vlerësohen punët, e dini sa preciz është te Allahu. Ta shikon qëllimin, do me thonë, çfarë ka shty për ta bërë këtë vepër. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, mur avdes mirë personi, dul prej shtëpie vetëm për namaz. Nuk e ka shty për këtë punë, për faljen e namazit, do me thëmë për daljen nga shtëpia ose nga vendi i tij ku ka qenë, vetëm se namazi, kur gjë tjetër, asnjë interes tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lem yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha daraja. Ki person, pra me këtë niyyet pastër, kur del çdo hap që e bën për në xhami, ta falë namazin me xhamat, ki lartësohet një deregje, një shkallë te Allahu. I shkruhet një sevap pra. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa hutta anhu biha khati'a, dhe ati i fshihet një gjinah. Subhanallah. Një sevap kje dhe një gjinah të fshihet. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hatta yadkhul al-masjid, derisa të jenë në xhami, kështu është kjo. Nishin hapa, nishin sevape kje, nishin gabimet janë fshi. Dishin hapa, çashtu. Pra dhe njëherë në shtëpi në lartë me e pas nuk është keq, me hec dhe njëherë. Do me thonë këto janë sevape, se kështu e kish këshillu pejgamberi alayhis salam një sahabi që donte të blije shtëpi nga xhamis pejgamberit alayhis salam. I tha, rima mirë atje e ke. Tamam. Pra ta dim se kur shkojmë në xhami me këtë niyet shkojmë, me këtë bindje shkojmë. Se i kemi këto shpërblimet e Allahu xhalla xhelaluhu. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa të jenë në xhami,
فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. Thot kur hi në xhami, prej momentin që e vu hapin e parë në xhami, ai llogaritet në namaz. Ka shpërblimin si me u fal. Ke hi 15 minuta përpara, bësh dhikr, o ti je në namaz. Te Allahu je në namaz. E sa se namazin e sabahit, deri në linjën e diellit, dhikrin e sabahit e bësh, ti je në namaz. Ama thot, ki derisa sa dalë, domethënë, prej xhamie është namaz derisa namazi ka të mban xhami, domethënë. Për shkak namazit ka ardhur në xhami, jo për haxhuzellak, jo për ta pa njerëzit, jo për të taku dhe kanë tazateke, ai shkon namaz haj shkoj tazateke. Jo për kat. Ki ka ardhur për këtë qëllim, niyetin e ka pas vetëm për ta fal namazin me xhamat, derisa pra ai qëndron aty në xhami është namaz. Një sahat je falë vëlla. Gjim sahati je falë. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi." Dhe melekët e ngjujt bojnë dua për këtë personin derisa ki qëndron në vend faljen e tij. Mos e ndroje vendin, është mirë. A mund, për shembull, a veç mbas farzit vlen kjo? Jo, mund t'i falësh sunnetet, pastaj trish në vendin tënd. Ti bësh tesbih, domethënë dhikrin, ato të 33 herë. Po muezini shpejt e bën, vetë bane. S'ka lidhje. Ti ke mbrojnë xhims me subhanallah, ai e ka fillu për elhamdulillah muezini, si bëhen te xhamiat tona. Nuk është problem vëlla. Nuk është marrë ta mbrojsh atë. Ai në të vazhdoje, ti bani. Po duan, se mbas ati në ban dua, s'ka lidhje, ban dua. Derisa të qëndrojsh aty, mos e lëviz vendin ku je fal. Ti je në namaz. Dhe melekët e lutin Allahun xhalla xhelaluhu për ti. Si e lutin? Yaquluna Allahumma irhamhu, thuin melekët, o Allah mëshiroje kat. Allahumma ighfir lahu, o Allah fale kat. Këtë person për të cilin jemi duke fal, me këto niyete jashtë në xhami, këto vepra i bën, këtë namaz e bën. Allahumma tub alayhi, o Allah, do të thon, pranoja pendimin. Pranoja pendimin. Falja. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo gjendje kështu vazhdon nëse ma lam yu'dhi fihi, nëse ki nuk bën shqetësim aty, nuk e shqetëson dikën tjetër. Do me thënë, nuk e shqetëson dikën tjetër. Se ka njerëz që bojnë edhe shqetësime në xhami, Allah na ruaj. Pastaj thot, ma lam yuhdith fihi, dhe derisa nuk e prishën avdesin, ki do me thënë, në këtë gjendje është, melekët lutën për këtë, ai është në gjendje, do me thënë, merr shpërblime si me kanë namaz, kështu më radh. Ama krejt, këto shpërblime i fiton, nëse ka dalë vetëm me niyetin e sinqert për ta fituar kënaqësinë e Allahut dhe xhennetin e Allahut, për ta falë namazin me xhamat. Atëherë i ka këto shpërblimet. Pra niyeti, vëllezër të dashur, ka rëndësi të madhe në jetën e besimtarit, sepse sipas niyetit Allahu i vlerëson punët. Sa njerëz në pamjen e jashtme duken se nuk bën ki punë shumë, ama e ka niyetin e pastër, obligimet, farzet i çon në vend. Ndoshta se ndërtoje xhamia të mëdha, themi. Ndoshta se u ndihmoje shumë të varfërve. S'ka mundësi. Ndoshta se bën shumë punë të mëdha, sipas llogarisë së njerëzve, sipas së jashtmes. Ama ai te Allahu ka shumë vlerë. E ka raste, do të ketë raste që do falementojnë shumë njerëz që ne shumë ndoshta i lavdrojmë. Shumë i rrisim, domethënë muhabetet tona, po te Allahu s'de vleje asgjë veprimtaria e tyre, pse? Se nuk kanë pas qëllim të pastër për ta fituar kënaqësinë e Allahut me këto vepra. Allahu na bëf për sinqertëve, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.